بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet takojnë Allahut të madhëruar, atë falenderojmë për tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, ashtu sikurse edhe kemi paralajmëruar, takimi ynë i sonte do të jetë në temën obligimet që i kemi ne si musliman ndaj të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë duhet të bëjmë që të shprehim dashurinë, lojalitetin për krahjen tonë ndaj tij. Para se të fillojmë me obligimet që i kemi ne si musliman, duhet ju përkujtoj se ajo që po ndodh tani në kohët e sotme, e ma konkretisht ajo që ka ndodhi para disa javëve me publikimin e karikaturave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që në të vërtetë ato nuk kanë qenë të tij, se ai nuk është ashtu sikurse e kanë vizatuar duart mëkatare. Por megjithatë, ajo që ka ndodhur, do të thotë e ka lëviz gjithsesi botën islame dhe i kanë ngacmuar ndjenjat e muslimanëve. Ju kisha lut nëse mundeni alama që keni me ardh më liru vend andaj kade. Ajo nuk është diçka e re në historinë islame, ajo nuk është diçka e re që i ndodh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai duke qenë gjallë, njerëzit e kanë ofenduar në mënyra të ndryshme. Ai i ka thirr në rrugën e shpëtimit, në rrugën e lumturisë, i ka thirr për në xhennet, ndërsa ata janë munduar që jo vetëm ta pengojnë, por edhe ta lajthisin, ta largojnë nga rruga e drejtë. Në surën Ghafir të Kur'anit, Allah azza wa jalla përmend shembullin e besimtarit të familjes së faraonit, i cili u drejtohet antarëve të familjes së vet duke i thirrur në rrugën e shpëtimit. Thot ja qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Çka është me ju o njerëz që un po u thras edhe po u ftoj që të shpëtoni në rrugën e shpëtimit, ju po më thresni në zjarr, në rrugën e shkatrimit. Kështu ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kështu kanë qenë të gjithë të dërguarit e Allahut. Ata i kanë thirrë njerëzit në rrugën e ndriçuar, në rrugën e drejtë të rrafshët, edhe përfundimi i cilës është gjithsesi shpëtimi. Ndërsa vazhdimisht ka pas të atill që u janë kundërvu të dërguarve, janë sjellur keq me ta, i kanë përqesh, i kanë ofenduar e kështu me radhë. Kështu ka ndodhur edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin populli i vet, ata me të cilët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e lidh prejardhja fisnore, filluan ta ofendojnë duke e quajtur të çmendur, duke e quajtur magjistar, duke e quajtur me epitete të ndryshme apo me nofka të ndryshme ofenduese, ndërsa Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i doli në ndihmë dhe e përkrahu ashtu sikur bën gjithnjë. Thon Allahu azza wa jall, gjithnjë ju del ndihmë njerëzve të mirë, e në krye të tyre gjithsesi që ndrojnë të dërguarit e Allahut alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jall thot në një ajet Kur'anit: "Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun." Përkujto ti o Muhammed se me mirësinë dhe dhuntinë e Allahut ti nuk je as astrolog e falltor e as nuk je i çmendur. Ashtu sikurse e kanë thujt ata, do thot nuk je ashtu, po demanton Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo padyshim se është shfaqësimi më i mirë, demanti më i fortë që mund të bëhet, duke pas parasysh se krijuesi i gjithësisë është ai i cili po e shfaqson të dërguarin e vet.
Në tjetër ajet Allah azza wa jall thot: "O ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun." Dhe ato fjalë që po i ndëgjoni prej Muhamedit nuk janë fjalë poeti. Në të vërtetë me e quajt dikën poet nuk është ofendim në esencë. Mirë po, me e quajt të dërguarin e Allahut poet është ofendim. Për çfarë arsye? Për arsye se një njeri i cili ndoshta nuk është i nivelit shumë të lartë me ngrit për një shkallë apo për dy, për te do të ishte lavdat. Mirë po njeriu i cili ka shku shumë lart me e zbrit një 10 shkallë të poshtë, edhe pse për tjetrin është ngritje, do thonë për te do të ishte ofendim. Edhe në këtë rast me i thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ka qenë poet, ka qenë ofendim. Për këtë arsye Allah azza wa jall po thot: "Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun." Këto fjalë që po i ndëgjoni nuk janë fjalë poeti, por ju shumë pak besoni. Në të vërtetë, Allah subhanahu wa ta'ala na ka treguar me ajetet shumëta, na ka treguar edhe me hadithe të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, të cilat bëjnë pjesë në shpallje gjithsesi. Na ka treguar se përkrahja edhe ndihma që duhet t'i bëhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është një gjë që e kanë obligim të gjithë muslimanët. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na tregon se është shumë meritor për neve na ka treguar se është shumë meritor për neve që jemi udhëzuar në rrugën e drejtë dhe për këtë arsye ja kemi borxh dashurinë. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Asnjëri prej jush nuk do të jetë besimtar përderisa unë të mos i jem më i dashur se sa prindi i tij, fëmiu i tij dhe të gjithë njerëzit. Edhe mendoj se muslimanët një gjatë tillë kanë të qartë edhe e ndinë e përjetojnë në zemrat e tyre. Përderisa është kështu, ne gjithsesi duhet të njihemi me obligimet që i kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto obligime nuk janë obligime të natyrës së barrës edhe randimit. Do thonë obligimet që i kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk janë obligime që vetëm pse Allah azza wa jall na ka bërë mirë, na ka dhënë dhunti dhe një prej atyre dhuntive padyshim është edhe dërgimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë nuk ka dashur Allah azza wa jall që vetëm të na rëndoj me këto obligime mirë, po me këto obligime ne e shprehim mirënjohjen tonë ndaj Allahut azza wa jall dhe njëkohësisht mundohemi që të kompenzojmë atë mirësi që na e ka bërë Allahu nëpërmjet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe s'ka dyshim se frytet dhe rezultatet e këtyre obligimeve që kryhen si duhet prap kthehen tek ne. E mira e saj, do thon prap është në shfrytëzimin ton. Obligimi i parë që e kemi është të kemi iman, të kemi besim të paluhatshëm në pejgamberllëkun, në të qenurit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut. Dhe njëkohësisht të besojmë në vërtetësinë e krejt asaj me çka ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne të gjithë e dim se prej kushteve apo më mirë me thon prej pjesëve përbamëse të imanit, të besimit në Islam, është që njeriu krahas asaj që e beson Allahun ashtu si duhet të besojë edhe në disa gjëra tjera. Një prej atyre është të besojë në të dërguarit e Allahut, e një prej tyre i fundit, po gjithsesi më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm, duke mos i zhvleftësuar të tjerët, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të cilin Allahu azza wa jall e përmbushi edhe e përmbylli misionin e pejgamberllëkut, me te e përmbushi edhe e përmbylli shpalljen dhe pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam askujt më në tokë nuk i vije shpallja prej Allahut azza wa jall. Do thonë është kusht edhe pjesë përbamëse e besimit që të besojmë në faktin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguari i Allahut. Por njëkohësisht në këto hyn që gjithsesi të besojmë dhe të vërtetojmë se krejt ajo me çka ka ardhur Muhamedi alayhis salam, krejt ajo çka ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo është e vërtetë.
Pra, të pranojmë vërtetësinë e asaj me çka ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasi ta kryjmë këtë pikë teorike, këtë pikë e cila më shumë i përgjigjet anës shpirtërore, bindjes, konsiderimit e kështu me radhë, me njerë vije një obligim që gjithsesi është praktik. Ai obligim praktik ka të bëjë me obligueshmërinë e përuljes dhe respektimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi përulje, e kam për qëllim dëgjueshmëria dhe respekti maksimal, për arsye se Allahu azza wa jall respektin ndaj vet Allahut, ndaj vet Zotit e ka kushtëzuar me respekt dhe dëgjueshmëri ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi njeriu të jetë i dëgjueshëm ndaj Allahut nëse nuk është i dëgjueshëm ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam. Për arsye se Muhamedi alayhi salatu wasalam praktikisht na mëson se si duhet me qenë të dëgjueshëm dhe respektues ndaj Allahut. Për këtë arsye Allahu thot: "Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ai i cili e dëgjon edhe e respekton të dërguarin, ai e ka dëgjuar dhe respektuar Allahun, nga se ajo është një tansi e cila nuk ndahet. Muhamedi alayhi salatu wasalam me jetën dhe veprimtarinë e vet, po edhe me diturinë dhe thirrjen e vet, nuk na ka thirrur në diçka tjetër përveç asaj në çka na ka thirrur edhe na ka udhëzuar Allahu azza wa jall. Andaj të jesh i dëgjueshëm ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam, i cili gjithsesi ka qenë më i dëgjueshmi ndaj Allahut, i cili gjithsesi ka qenë respektuesi më i madh, shembulltyr në respektimin e Allahut azza wa jall. Do të thotë të jesh i dëgjueshëm ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam, automatikisht nën kupton të jesh i dëgjueshëm ndaj Allahut azza wa jall. Dhe kjo dëgjueshmëri dhe përulje, ky respekt ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam përmban në vete krejt rrugën e drejtë, krejt islamin. Nuk ka mundësi njeri me qenë musliman edhe me thonë po jetoj ndryshe, përveç se ashtu çush na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam, ai na ka mësuar edhe praktikisht edhe teorikisht. Çdo urdhën që e ka dhënë, i pari e ka kry. Çdo vepër prej cilës ka tërhekur vërejtjen edhe ka kërkuar prej njerëzve që të largohen, ai ka qenë i pari që është largu prej asaj. Madje ai ka qenë ai i cili më së largu ka qëndru prej mëkateve edhe prej veprave të këqija. Andaj edhe praktikisht, po edhe teorikisht ai na ka mësuar se si duhet të jetohet si musliman, edhe si duhet të jetë në nshtrimin ndaj Allahut azza wa jall. Në një hadith tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam se përfundimisht në nshtrimin ndaj tij edhe ndaj Allahut azza wa jall nën kupton lumturinë e kësaj bote, lumturinë edhe suksesin edhe të kësaj edhe të botës tjetër. Nga se njeriu kur jeton në përulje ndaj Allahut azza wa jall, ai gjithsesi ka me ndi veten të lumtur, edhe gjithsesi jeta e tij ka me qenë e suksesshme, edhe pse mundet që sipas disa kritereve materiale, dikush ndoshta me qëndru më mirë se ai, dikush me qenë më i pasur se ai, dikush me qenë në pozitë më të lartë se ai, kështu me radhë, mirë, po pasuria edhe pozita nuk janë kriteret e vetëm, madje as nuk janë kritere kryesor për të qenë dikush i lumtur, se sa njeriu ka pasuri mirë, po nuk është i lumtur. Sa njeriu është në pozitë të lartë, mirë, po prap nuk është i lumtur. E sa bariu jeton në përbjeshk të ndryshme, por e ndin veten shumë të lumtur, jeton jetë pa gajle, pa probleme, pa brenga, dhe është i kënaqur me ato që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për çfarë arsye? Për arsye se lumturia matet me kritere shumë specifike, e jo vetëm me ato që duken edhe preken. Andaj, për të qenë jeta e lumtur, duhet gjithsesi të pasohet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe ai na tregon se edhe lumturia e përjetshme, ajo e botës tjetër, varet nga ajo se sa njeriu është i dëgjueshëm dhe respektues ndaj tij. Thot në një hadith: kullu an-nasi yadkhuluna al-jannata illa man aba. Të gjithë njerëzit do të hyjnë në xhennet, të gjithë njerëzit do të hyjnë në xhennet përveç atij i cili refuzon. I ka thonë dikush: ja Rasulullah, po kush është ai që refuzon të hyjë në xhennet? Thot ai i cili është i përulur dhe respektues ndaj meje, ai do të hyjë në xhennet, ndërsa ai i cili më kundërshton mua dhe nuk më dëgjon mua, ai ka refuzuar të hyjë në xhennet. Nga se xhenneti nuk është vetëm
të thuhet një po apo një jo për të hyrë në te. Mirë po, kërkon dëshmi, që është dëshmia e besimit edhe e shprehjes së përkatësisë fetare me shahadet, e kjo dëshmi pastaj i kërkon veprat të cilat e konfirmojnë atë përkatësi edhe të cilat e konfirmojnë atë lojalitet që gjithsesi duhet të vërtetohet me vepra. Andaj me vepra ne tregojmë se sa e dojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo sa nuk e dojmë. Me vepra dëshmojmë se a dojmë të hyjmë në xhennet apo refuzojmë ta bëjmë një gjë të tillë. Normalisht ky hadith nuk duhet të përdoret, sikurse kam dëgjuar se një person duke e cituar këtë hadith e ka cituar vetëm deri në gjysmë, duke mos u treguar njerëzve se esenca e këtij hadithi nënkupton veprimtari, nënkupton angazhim, pozitivitet, por ai e ka thënë vetëm deri në gjysmë, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë se të gjithë njerëzit do të hyjnë në xhenet përveç ata të cilët refuzojnë, e ai pastaj me fjalë të veta po u drejtohet atyre që po e dëgjojnë, thotë, e ne nuk refuzojmë të hyjmë në xhenet, apo ata këtë po i thonë po, domethënë e siguron vizën, a nuk është kështu? Viza sigurohet me punë dhe me vepra, jo me pretendime dhe me deklarata të thata. Pastaj prej obligimeve që ka muslimani ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që atë ta marr shembull dhe model në të gjitha çështjet e jetës së tij. Edhe këtu kjo e treta e plotson ato të dytën kur thash obligimi i dëgjueshmërisë dhe respektit. Njerëzit në përgjithësi kur kërkojnë prej dikujt respekt apo kur prej dikujt kërkojnë lojalitet apo dëgjueshmëri, nuk do të thotë se vetë janë të përpikt në ato çka e kërkojnë. Do thonë dikush kërkon prej, ka plot raste, për shembull prindi i thot fëmijës të mos pi duhan, vetë e pin. Ose mjeku e këshillon pacientin, le duhanin ndërsa vetë e pin. Ose mësuesi arsimtari u thot nxënësave mos pini duhan ndërsa vetë e pin. Do thonë respekti që duhet të tregojmë ndaj Muhamedit alayhis salam nuk është i këtill. Nga se po e përsëris, kur ka qenë pyetje me e kry një obligim, ai i pari e ka kry. Edhe atë në formën më të mirë, në formën më të përsosur që ka qenë e mundshme. Kur ka qenë pyetje me u largu prej një vepre të keqe, prej një vesi, prej një të ndaluare, ai prap ka qenë i pari që është largu e pastaj u ka thonë njerëzve largohuni. Edhe ai ka qëndruar mas largu prej vetive të këqija dhe veseve të këqija. Për këtë arsye, kjo që po them tash, kjo pika e tretë, të marrit shembull edhe model në Muhamedit alayhi salatu wasalam, do të thotë pasimi i tij praktikisht në atë çka ai ka vepruar. Pasimi i tij praktikisht në atë çka ai ka vepruar dhe vërtet kjo është një punë shumë e madhe, për arsye se Muhamedi alayhi salatu wasalam me sjelljet e veta dhe me veprimtarinë e vet ka dëshmuar se vërtet ka qenë njeri i mirë, se vërtet ka qenë i zgjedhur i Allahut. Edhe ata që e kanë ofendu në kohën e tij, janë mundu me e kontestu lidhjen e tij me qiellin. Do thonë shpalljen me e kontestu. Për këtë arsye i kanë thonë, nganjëri kanë thonë i çmendun, nganjëri kanë thonë falltor, nganjëri kanë thonë poet, nganjëri kanë thonë se po e mëson dikush. Mirë, po kurrnjëherë asnjëri prej tyre nuk e ka kontestu ndershmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hala s'ka dal, edhe s'do të ketë mundësi me dal, një njeri me e kontestu se a ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njeri i mirë, i sjellshëm, i sinqert, i butë, i dashur, që e flet vetëm të vërtetën, asnjëherë nuk gënjen e kështu me radhë. Do thonë asnjëri edhe ata armisht më të mëdhej, do thonë nuk e kanë kontestuar një gjë të tillë. E kemi shembullin e Ebu Sufjanit, i cili derisa ishte mushrik. Kur them derisa ishte, do të thotë ai më vonë ka pranuar Islamin. Derisa ishte mushrik, ka shkuar në një vizitë në Sham, Bizanti asaj kohe. Sham i thojnë asaj pjesës ku është sot Siria, Jordani, Palestina, Libani, çaj pjesë do të thonë i thojnë Sham. E në atë kohë ka qenë aty perandoria bizantine. E kur ka shku në atë vizitë, në atë udhtim, Ebu Sufjani atje, perandori i Bizantit, Herakliu, ka ndëgjuar se është paraqitur në Mekë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka pas dëshirë, duke qenë se ai ka qenë i thari i librit, ka qenë i krishter,
ka pas dëshirë me e taku dikën prej atij vendi me këshyr për sa afrimi mu informu se çka është puna atij njeriu i cili po i thot vetes pejgamber. Edhe Ebu Sufjani paraqitet me shku dhe me i dhënë informata, ai po ja bën disa pyetje, mirë po në të gjitha pyetjet Ebu Sufjani po përgjigjet me sinqeritet, do thonë nuk po rën, po e tregon të vërtetën. E kur e tregon të vërtetën, do thonë ato gjithsesi janë përgjigje pozitive që shkojnë në favor të karakterit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe sot ne prej njerëzve nuk kërkojmë asgjë, kërkojmë vetëm me e fol të vërtetën, edhe kur e flet njeriu të vërtetën, edhe çndron drejt, është i drejt ndaj Islamit, edhe ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai gjithsesi ka me fol mirë. Gjithsesi fjalët e tija kanë me qenë fjalë lavdata, fjalë miradije për Islamin dhe vlerat e tij, po edhe për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo që sot na kërkojmë, edhe do të kërkojmë për njerëzve është vetëm të mos rrejnë, vetëm të mos gënjejnë, të mos shpifin, as kur është në pyetje Islami, as kur është në pyetje Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë atëherë kur ka folë Ebu Sufjani, edhe çdo fjalë që e ka thonë Ebu Sufjani vërtet ka qenë do të thonë pro faktit se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjithsesi është njeri i mirë. Gjithsesi është njeri i mirë. E përderisa ai ka qenë shembull, e ne jemi të obliguar atë shembull me e pasu edhe me ndjek, dhe në një farë mënyre secili musliman sot, secili prej neve sot e prezanton personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se spaku deklarativisht të gjithë shprehemi dhe themi na jemi musliman, ne e pasojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai është pejgamberi ynë, ne e dojmë atë shumë, ne e pasojmë atë, po them kjo është ajo pjesa deklarative. Nëse ndodh që praktika jon me e përgënjeshtru ato çka flasim, nëse ndodh që ne edhe pse i themi vetit musliman edhe pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por nuk sillemi ashtu si është sjell Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Morali i jon nuk është sigurisht se morali i tij, sjellja e mirë e tij nuk është askund prezente në sjelljen tonë, atëherë ta dim se edhe ne bëjmë pjesë në grupin e atyre të cilët e ofendojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe e ofendojnë Islamin. Pse? Për arsye se ti bësh shkaktar që dikush me e sha Islamin duke i sha me apo pa të drejtë muslimanët. Se unë kur thash hala s'ka dal dikush me fol kundër Islamit me të drejtë, hala s'ka dal dikush me fol kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me të drejtë, nuk thash hala s'ka dal dikush që flet kundër muslimanëve me të drejtë, për arsye se nganjëherë ka raste kur edhe muslimanët u japin shkas të tjerëve që të jenë të kritikuar. Andaj secili musliman i cili pretendon se është pasuesi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk është i mirë, aq sa duhet me qenë i mirë, le ta dinë se praktika e tij dhe vepra e tij e ofendojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe bëhen shkaktar që ai të shahet, nga se secili prej neve praktikisht duhet me paraqit profilin e muslimanit. E profili i muslimanit është si duhet me qenë muslimani. E ne shpeshherë nuk jemi ashtu si duhet me qenë muslimani. Si jemi as në sjellje, si jemi as në pamje, si jemi as në veshje, si jemi as në hecje. Gjona të thjeshta që nuk kushtojnë. E të mos flasim më në raport me të tjerët, e në sjellje, e në kontakt me të tjerët, e në besnikri, e në ruajtje të emanetit, e në precizitet, në termine, e në fjalë e të ngjashme. Do thonë krejt këto janë defekte të cilat deshtëm apo s'deshtëm me i pranu, janë prezente në jetën tonë, e përderisa janë kështu atëherë ne po e paraqesim Islamin në një formë të errët. Islamit po i japim një imazh i cili nuk i takon, edhe i cili nuk është origjinal. Pastaj prej obligimeve që ka muslimani ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është gjithsesi dashuria ndaj tij, madje ajo dashuri duhet të jetë mbi nivelin e dashurisë që ka njeriu ndaj prindërve të vet, ndaj fëmijëve, ndaj atyre me të cilët jeton, ndaj atyre të cilët i don e kështu me radhë. Bile muslimani duhet me e dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe më shumë se vetveten. Në hadithin që e citum në fillim,
Tregon Resulullah sallallahu alaihi wasallam se asnjëri nuk është besimtar i mirë edhe i drejtë edhe i sinqert përderisa të mos e doj atë më shumë se prindin, fëmijën edhe të gjithë njerëzit. Omer ibn al-Khattabi, njëri prej shokëve të ngushtë të Muhamedit alayhi salatu wasalam, një herë i ka thonë: "Ja Resulullah, vallahi, unë ty të du më shumë se prindin tim, më shumë se fëmijën tim, më shumë se të gjithë njerëzit. Veç veten time e du më shumë se ty." I ka thonë Omer: "Nuk je në rregull. Nuk je në rregull. As veten nuk dush me e dasht më shumë se sa mua." Atëherë Omeri u ndal për një çast, mendoi edhe e kuptoi se vërtet Muhammedin alayhi salatu wasalam do të me e dasht më shumë se sa vetveten, nga se ajo dashuri buron prej ndjenjes së mirënjohjes që do të me pas njeriu muslimani ndaj atij që i ka bë mirë. Edhe s'ka dyshim se neve Allahu azza wa jall me dërgimin e Muhammedit alayhi salatu wasalam na ka bë mirë më shumë se sa na ka bë mirë prindi, apo që mund të na bëjë mirë fëmiu, apo çak më shumë se sa që kemi mundësi ne të i bëjmë mirë vetës tonë. Për këtë arsye edhe duhet të duhet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kush prej njerëzve. Pastaj në këtë dashuri gjithsesi hyn edhe respekti në të kuptimin, po them formal, jo në të kuptimin që folëm deri tash respekt në dëgjueshmëri, në pasim e kështu me radhë, mirë po respekt që edhe kur flasim, edhe kur e përmendim emrin e tij, edhe kur flasim për te, do të me fol me respekt. Për shembull, nuk është prej respektit muslimani kur flet, don me e citun ndonjë hadith, ose don me fol diçka, ose don me e bë një pyetje, edhe me thon, çushka e thonja që e ka thon Muhamedi, edhe çtu me undal, me asit pik pyetjen. Muhamedi, me mia Muhameda ka në botë, shtash. Cili Muhamed është ai? Ai duhet të veçohet prej Muhamedave tjerë, duhet të veçohet prej njerëzve tjerë, se Allahu e ka veçuar atë me autoritet. Andaj këtu duhet të tregohet respekt, të thuhet Muhamedi alayhi salam, ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë të veçohet me salavat, me atë që Allah azza wa jall na ka dhënë neve mundësinë ta shprehim, edhe njëkohësisht edhe të përfitojmë. Ka pas prej dietarëve që respektin e tregum ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam e kanë pas të një niveli ndoshta për ditët tona të sotme të çuditshëm. Imam Maliku ka qenë një dietar i Medinës. Ka qenë prej gjeneratës së hershme, do thonë shumë afër ka qenë koha e tij me kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Bile ka qenë edhe dietar i shumë i shumë në hadith, po edhe në disiplina të tjera. Ka qenë as dietar i madh sa që e ka marrë epitetin Imam Daril Hijra, imami apo i pari ndije i Medinës. Në Medinë ka pas dietar atëherë. Kur flitet për biografinë e Imam Malikut, tregohet se atë dije të madhe e ka shpërnda, ka mbajt ligjërata të shumta gjatë ditës, edhe çdo ditë ka pas ligjërata. Thot, atë ditë kur e ka pas të programuar për me mbajt ligjërata prej lamisë së hadithit, me ju tregu njerëzve thanje të Muhamedit alayhi salatu wasalam, thot atë ditë ka shkuar në shtëpi, është pastru, i ka vesh teshat më të bukura që i ka pas, e ka ngjit turbanin, edhe ka dal edhe ka qëndru me një qëndrim shumë të veçantë derisa ka fol fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë që nuk e ka bë kur ja ka shpjeguar njerëzve fikun ose halalin edhe haramin ose besimin ose gjëra të tjera. Pse? Për arsye se me kët ai ka dashur me e tregu respektin maksimal, respektin e veçantë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu në këtë respekt gjithsesi bën pjesë edhe përkrahja dhe ndihmesa që duhet t'i bëhet Muhamedit alayhi salatu wasalam. Për këtë kemi ajetet Kur'anit ku Allah azza wa jalla tregon felladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dhe ata të cilët e besojnë atë, do thonë e besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e përkrahin dhe e ndihmojnë dhe e pasojnë dritën me të cilën ai është ardhur, ata do të jenë të shpëtuar dhe ata do të kenë sukses në jetën e tyre.
Do thënë Allah Azza wa Jall po i përmend disa shprehje, të cilat ndoshta në shikim të parë dikuj mund t'i duken si sinonime, si shprehje parafërsisht të ngjashme që nuk kanë ndonjë dallim, mirë po dallimi ekziston. Nga se përkrahja edhe ndihmesa mund të jetë fizike, që ka qenë për kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, kur njerëzit, shokët e tij, kanë sakrifikuar edhe jetën e tyre për ta mbrojtur bukfalisht jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. E dini rastin e betejës së Uhudit, ku muslimanët pas një gati fitoreje e kthyen atë në disfat dhe u rrezikua jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe fizikisht, edhe bukfalisht, dhe disa prej sahabeve u vran duke mbrojtur atë, ndërsa Ebu Talha, Allahu qoftë i kënaqur me të, do thonë i mori disa plagë në trupin e tij, duke dalur me trupin e tij duke u bë mburoj e trupit të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Do thonë që kjo është përkrahje. Pastaj e kemi përkrahjen e Ebu Bekrit, përkrahje e pa konkurrencë, edhe fizike edhe materiale, që ja ka bëu Ebu Bekri Muhamedit alayhi salatu wasalam. Prej ditës së parë për Ebu Bekrin thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thotë çdo njeriu që ja ka paraqit Islamin është hamend nga pak, a më e pranua mos më e pranu, përveç Ebu Bekrit. Thotë Ebu Bekri, kur i kam thonë apo bosh musliman, s'është hamend fare, më njëherë ka thonë po. Pastaj thot nuk ka asnjë kapital i cili mu ka gjind, edhe më ka vy, edhe cilit ja kam pa hajrin, ma tepër se sa pasuria e Ebu Bekrit. Ai kretë pasurinë e vet e ka mobilizuar për Islam. Kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka le për vete edhe për familjen tënde, tha e lash Allahun edhe pejgamberin e tij. Do të thonë tjerat, krejt i ka shpenzu, krejt i ka dhënë, i ka mobilizu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. I ktill ka qenë Ebu Bekri, ktill kanë qenë sahabët e shumt. Ndonjëri prej tyre veç me e ditë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ka dëshirë diçka, do thonë kanë çndruar në kamp ose kanë derdh mund ose kanë bërë angazhim ose kështu me radhë. Mirë, derisa ka qenë gjallë, po ma vonë prap ka mundësi të përkrahet, prap ka mundësi të ndihmohet Muhamedi alayhi salatu wassalam. Qysh ashtu? Pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall ka bot dietarët ata të cilët e përkrahin edhe e ndihmojnë në rrugën e tij, në mënyrë të veçantë sunetin e tij, ato çka pejgamberi alayhi salatu wasallam kalon trashëgimi, se pejgamberët, sikur se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberët nuk kanë lënë pasuri në trashëgimi. Por çka kanë lënë? Kanë lënë dituri. Do thonë nuk kanë lënë mas vetë pasuni, se pasunia ajo materiale nuk ka ndonjë vlefë të madhe, ajo shpenzohet, harxohet. Sot mundesh me e pas, për 2 ditë mundesh mos me e pas. Bankroton njëri thjesht. Mirë po, nëse ka diturin, nuk ka mundësi çast thjesht sot me pas diturin, mas nesër mos me ditë. Sot me ditë diçka, nesër mos me ditë. S'ka mundësi. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberët kanë lënë trashëgimi diturin, andaj ai i cili e merr diturin ka me marr çka? Ka me marr mjaft. Nga se një njeri i ditur në mesin e 1000 njerëzve, nëse jep dituri, a thu secilit ka me i ra nga pak hise, apo tonëve ju bjen njëjtë, madje dikuj edhe më shumë se sa normalisht. Por derisa me e marr një shumë të hollave me nda, në sa më shumë njerëz ju bjen hise më pak. Do thonë, kjo është vlera e asaj diturie që pejgamberët e kanë lënë trashëgimi mas vete, e atë trashëgimi dietarët i kanë kushtuar kujdes të veçantë, edhe e kanë kalu jetën e tyre duke punu edhe duke u angazhu që ajo trashëgimi të mos humbet. Për këtë arsye sot kemi koleksione të haditheve, libra në cilat janë shkruar thanjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përveç kësaj kemi koleksione të atilla që dietarët vërtet kanë dhënë mund shumë të madh, dhe e dim se nëse filon hadithi ndodhet në filon koleksionin, e dim hiç pa dyshim se ai hadith është autentik. Atë hadith e ka thonë sigurisht pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për shembull, këtilla janë 2 koleksionet apo 2 librat më të saktë të hadithit, koleksioni i Buhariut edhe i Muslimit. Buhariu, Allah e mëshiroft, ka qenë dietar i cili ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. 7000 sa hadithi i ka koleksioni i tij, asnjë hadith nuk e ka shënu
për pa marrë abdes edhe për pa i falë 2 rekat namaz. Ama ato 7.000 hadithe, a thu veç ato i ka ditë Buhariu? Jo, ka ditë me 100.000 hadithe. Mirë po, nuk i ka shkru këtë hadithet nga se prej këtë atyneve i ka zjedh më të saktit. Hadithet më të sakta edhe i ka shkru në koleksionin e vetë. Do thonë, kjo është një mrekulli që Allah Azza wa Jalla ka mundsu që suneti i Muhamedit alayhi salatu wasalam, hadithi i tij të ruhet edhe të mbetet i freskët, edhe domethënës, edhe original deri në ditët tona të sotme. Për çata ndoshta dikush për juve çuditet, unë derisa po shpjegoj, po e përmend një hadith, po e citoj në original. Çysh po e citoj unë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose çysh shndron i shkruar në libra, se nganjëherë ne mund të gabojmë nga pak. Çështu që të hadithe citon edhe një person në Arabi, edhe një tjetër në Indi, edhe një tjetër në Republikat e Ish-Bashkimit Sovjetik, një tjetër në Kinë, në Afrikë. Do thonë të njëjtin hadith, shko thuje, fol me hadith, këtë kanë me të njoftë dhe kanë me të identifiku si musliman. Pse? Nga se njerëzit kanë punu dhe janë angazhu për me erujt sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në suazat të asaj që Allah azza wa jalla ka obligu që ta përkrajmë dhe ta ndihmojmë Muhamedin alayhi salatu wassalam. Është një pikë tjetër, gjithashtu shumë e rëndësishme, ajo është çështja është shumë formale, por e rëndësishme normalisht, çështja e dërgimit salavat në Muhamedin alayhi salatu wassalam. Kjo është një urdhër kuranor ku Allah azza wa jalla thot në surën Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe melekët, engjëjt e tij dërgojnë salavat mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam. Andaj edhe ju, edhe o ju që besoni, dërgoni salavat edhe selam mbi te. Allah azza wa jalla kështu na urdhron, ndërsa rregulli e kërkon që sa të përmendet emri i Muhamedit alayhi salatu wassalam, ne të themi alayhi salam, ose sallallahu alaihi wasallam, ose Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, ose Allahumma salli ala Muhammed. Do thonë, nuk është me rëndësia, do të jetë formë pak më e shkurtë apo pak më e gjatë e salavatit, mirë po kurse si nuk do të bëhemi sikur ata që i ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një rast derisa ka qenë duke u ngjitur në mimber, edhe po thot amin, diçka, po thot amin, ama s'po e din se çka, kur po e pyesin çka puna, thot erdhi Xhibrili dhe më tha, i raft huna në tokë atij personi i cili përmendësh ti në prezencën e tij, ai nuk dërgon salavat mbi ty, tha unë thash amin. Prandaj duhet të kemi kujdes edhe në këtë gjë. Madje me këtë ne nuk humbim, as mos t'i shkojmë mendja dikujt se po tregojmë respekt teprum, mos po kalojmë në ekstremizëm në respektin ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Asesi jo. Nga se nëse Allahu azza wa jall, Allahu, krijuesi i botës, i vetmi që meriton të adhurohet, po dërgon salavat mbi të dërguarin e tij, megjithse përmbajtja, esenca e salavatit të Allahut dallon prej salavatit ton. Nga se Allahu, ne kur themi Allahumma salli ala Muhammed, o Zot shpëtoje Muhammedin, Allahu kujna kam i thon shpëtoje Muhammedin. Allahu e shpëton vet, e mëshiron vet, i jep bereket vet, e bekon vet. Do thon Allahu, dërgimi salavat nga ana e Allahut mbi Muhammedin alayhis salam është praktik, ndërsa tek ne është lutje që ja drejtojmë Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po në këtë rast ne fitojmë shumë. Nga se Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Men salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10." Ai i cili e dërgon vetëm një salavat, vetëm një herë bën salavat mbi mua, thot Allahu do të dërgoj salavat mbi te 10 herë. 10 herë në numër. Po edhe në esencë. Pse? Se Allah, ne lutemi një herë, Allahu na jep shpërblim 10 herë, se Allahu prapë po them, nuk lutet, nuk kanë hojt lut, ai është ai i cili i jep shpërblimin edhe i jep të mirat. Gjithashtu prej obligimeve që kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është të gjykuarit, do thonë kur ka njeriu ndonjë kontekst, ndonjë mosmarrveshje, do thonë duhet të kthehen tek Allahu dhe tek i dërguari i tij, dhe atë që e gjykon i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjykimi i tij me qenë, do thonë, i padiskutueshëm, me qenë i pranueshëm tek të gjithë. Dhe obligimi tjetër është që t'ia japim pozitën
meritore që e ka, duke mos lënë mango asgjë, por njëkohësisht edhe duke mos e tepruar në asgjë. Se disa njerëz nganjëherë teprojnë, sikurse e kanë tepruar vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë shokëve të vet: La tuturuni kema atratin nasara Isa ibn Maryam. Mos e teproni me mua ashtu sikurse e teprun të krishterët me Isain të birrin e Merjemës. Pse? Të krishterët e kanë tepruar se njëherë e kanë konsideruar për pejgamber të Allahut, po pastaj me kalimin e kohës kanë filluar me thonë jo, ai është i biri i Allahut. E kështu me radhë, derisa i kanë dhënë atij edhe atribute hyjnore, kanë filluar me i thonë se jo, ai ka edhe cilësi të Zotit. E kanë tepruar normalisht. Ka thonë për mua thoni Abdullahi wa Rasuli. Për këtë arsye është shumë do me thonë se kjo çështja e shahadetit, e dëshmisë së besimit, kur themi wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguari i Allahut. Rob, njeri i krijuar sikurse ne, nuk është Zot. Nuk ka cilësi hyjnore, madje as të ardhmen nuk e din, as të fshehtën nuk e din përveç atë që ja ka mësuar Allahu azza wa jall. Njëri ka ardhur dhe i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: Masha Allahu wa shi't. Çka don Allah edhe çka dush ti bëhet. Është i dhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë bën njerëzit si gabime. Edhe i ka thonë: A jen menti? A mu po mban ortak të Allahut, mu po mban rival, mu po mban sikurse Allahu azza wa jall? Jo, nuk do të më thon kështu, po do të më thon vetëm Allahu çka don bëhet, jo çka don dikush tjetër. Vetëm dëshira e Allahut është e gjithë realizueshme, ndërsa ne dëshirojmë plot dëshirat tona mbesin ëndra. Do të më qitë në arkiv dëshirave dikon se kemi pas shef, po kurse ja kemi arrit me i realizuar. Kështu janë të gjithë njerëzit se mundësitë dhe aftësitë e tyre janë të kufizuar. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet me respektu, me dasht, me të gjitha ato, mirë po normalisht janë kufi deri ku dhe asesi ata kufi nuk bën të i kalojnë, nga se edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka leju që të i kalojnë ata kufi. Është mirë gjithashtu të mendohet edhe për argumentet edhe mrekullit që i ka pas Muhamedi alayhi salatu wasalam, të cilat dëshmojnë pa kurfar luhatje se vërtet ai ka qenë i dërguar edhe i zgjedhur i Allahut azza wa jall. Pastaj të dihet se Allahu subhanahu wa taala krahas asaj që e ka marrë përsipër ta ruaj Kur'anin prej çfarëdo deformimi, e ka marrë përsipër ta ruaj edhe vetë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, trashëgimin që e kalon pas vete, për cilën folëm pak më herët. Pastaj të dihet edhe të kihen parasysh të mirat e mëdha që Muhamedi alayhi salatu wasalam normalisht me ndihmën dhe caktimin e Allahut azza wa jall i kalon pas vetës edhe na i ka dhënë neve, duke e pas parasysh se Allah azza wa jall ka shpall ajet i cili lexohet deri në ditën e Kiametit, ku Allah azza wa jall thotë: "En-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Pejgamberi është më i afërt edhe më i dobishëm për besimtarët se sa ata që janë për vete. Ka sa ai ka ditë më së miri, ai më së miri e ka njoft Allahun, ai më së miri e ka njoft rrugën e drejtë, andaj për këtë arsye edhe dëshirat e tij kanë qenë shumë më të mëdha, shumë më të drejta për neve, për mirë sesa që ne mund t'i kemi për veten tonë, nga se njeriu mund të dojë diçka mirë, po nëse nuk e din se çka është mirë, çka është keq, nganjëherë mundet me ja dëshiroj vetes të keqen, apo jo. Allah azza wa jall thot në Kur'an: "Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum." Ka mundësi që ju ta doni një gjë, ajo të jetë dëm për juve. Ta urreni një gjë, ajo të jetë dobi për juve, nga se Allahu di e ju nuk dini. Do thonë kjo është ajo që dituria e njeriu është shumë e kufizuar, kur dituria është e kufizuar, atëherë gjithsesi edhe aktiviteti do të jetë i kufizuar. Këto ishin disa nga obligimet që i kemi ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam në nivel individual. Tash do t'i përmendi shumë kalim thellë disa pika, nga se veç edhe po afrohet koha e përfundimit. Obligimet që i kemi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në rrafshin, të them kushtimisht kolektiv, kam për qëllim bashkësitë e vogla, familja, një shoqëri e vogël edhe kështu me radhë. Spari secili prej neve kur i kupton këto obligime që i ka, automatikisht bëhet borxhli që personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me nxjerrë në dritë. Mas pari çka kemi mundësi me bë fëmijëve tan, me u tregu edhe me u paraqit se kush ka qenë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Do thonë atyre tu tregojmë se kush ka qenë ai dhe ata ti edukojmë që ta dojnë
Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kur ta dojnë, ata automatikisht do të edukohen në pasimin e tij, në të vepruarit ashtu si ka vepruar ai. Ti mësojmë ata se kur hyhet në xhami duhet të hyhet me këmbën e djathtë, kur dilet duhet të dilet me këmbën e majt, kur hahet duhet të bëhet bismillah, të hahet me dorën e djathtë, të hahet para vete. Tu mësojmë fëmijëve çysh në vezhli disa thanje, disa hadithe të Muhamedit alayhi salatu wasalam, të cilat ata kanë mundësi shumë thjeshtë dhe shumë lehtë me i mbajt mend. Hadithin për shembull që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam Semillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. O djalosh, i ka thoni djaloshit që ka qenë të hangër bashkë me te. Bon bismillah, ha me dorën e djathtë dhe ha para vetës. Që të hadith se cili prej neve ka mundësi fëmiu të vetë të vogël me mësu. Edhe ai kur e mëson këtë me fjalë, ati ka me ju kujtuar edhe cila është dora e djathtë. E çka duhet me bë me te, e me cilën duhet me hangër e kështu me radhë. Edhe plot shprehje tjera tjetës përditshme, jo delikate, jo ato të vështira të rëndat. Mirë po dosenet që ai ka me mësun një fjalë në qatë kuptim. Atëherë mësoja një fjalë që e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në rrafshin familjar kemi mundësi edhe duhet e kemi obligim që t'i sigurojmë literaturën, librat, kasetat, kretë mjetet e nevojshme të cilat flasin edhe na informojnë neve për jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Neve dhe familjet tona. Apo e shifni, na sonte patëm rast me ndizhu disa fjalë. Kemi pas rastin ligjërata tjera edhe të ligjëruesve tjera dhe kështu me radhë. Mirë po, kemi secili prej neve ka në familjet tona të atill që ndoshta kur nuk ka kontakt me ligjëratën, me dersin, me xhamin, me librin islam, me kasetën islame. Andaj na kemi obligim ndaj atyre njerëzve. Edhe ne duhet të jemi ata të cilët i sigurojmë atë literaturë, ato kaseta, ato mjete që edhe atyne me u ofru personalitetin, jetën edhe veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe atyne me u abo të mundshme, që ata të kënaqen duke e dashur Muhamedit alayhi salatu wasallam, e kur ta dojnë të kënaqen edhe duke e pasu edhe duke e ndjek rrugën e tij. Burri, bashkëshorti ka mundësi ta përkrahë ta ndihmojë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke u bë burr i mirë. Çashtu çysh ka qenë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Çysh burr i mirë, kur të shkon në shtëpi me gruan e tij, me bashkëshorten e tij, me u sjell mirë edhe but. Çashtu çysh edhe ka porosit Muhamedi alayhi salatu wasalam. Çka ka thonë hadith? A e dini hadithin? Sigurisht e dini. Çysh është hadithi? Se do në mirë me familjet juve, sa ne sillna më mirë. Më i miri për juve është ai i cili më mirë sillet me gruan e vet. E unë jam ai i cili më mirë sillet me gratë e mia. Ç't hadith na burrat do të më mësu, mos më mësu ato hadithet, çysh gruaja do të më bëj sejdë burrit, sikur ti shkon e leju me kështu me radhë. Edhe ato më u kallzu aty në mirë, po edhe këto që na bin hise neve do të me i ditë, edhe me i praktiku. Do thonë nuk është burrni njeriu në shtëpit vet para gruas vet, para fëmijëve vet me u tregu alamet trimi, alamet burri, duke bërtitë, duke u sjell keq, duke qenë i vrasht. Absolutisht, vallahi nuk është as burrni, as nuk është islam, as nuk është trimni, as nuk është njerëzi. Përkundrazi, sa më i but, sa më i mirë, posaçërisht me dobtin, posaçërisht me ata që kanë nevojë për ty, kanë nevojë për ndihmën tënde. Që aty të tregon se sa je, po them kushtimisht sa je Muhammedan, sa je pasuesi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Me mësu fëmijët edhe familjen, me eduku, me i përgadit që ti mësojnë duat edhe dhikrin që e ka bo Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kur del prej shtëpisë çka do të më thon, kur hyn në shtëpi çka do të më thon. Hyn në xhami, del prej xhamis, hyn në banjo, del prej banjës. Këtë këto ka dhikre, ka dua që na kur po them me u mësu fëmijëve, do të thonë nuk kuptohet para praktikisht na vet do të më i ditë gjithsesi. Me u mësu edhe atyne. Çka do të më thon kur të bjen në shtrat, kur të zgjohet. Krejt ato do të thonë me u mësu fëmijëve dhe antarëve të familjes. Edhe përfundimisht, jo pse përfundun, s'kemi çka më thon mirë, po edhe koha s'po na premton, me e bo secili prej neve në formën e vet, në atë formë edhe në atë mënyrë çysh i lejojnë mundësitë e veta, me e bo një projekt. Edhe atë projekt me realizuar familjen e vet të ngushtë, nëse ka sukses pastaj me këshir çysh me e zgjanu. Projektin me titullu Një ditë me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe me i marr prej librave të sirës, që ka elhamdulillah dhe shqip, edhe ti nxjerr shënime një ditë çysh e ka kalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur o zgju, çysh o zgju. Kur ka dalë në xhami me fal saban, çysh ka dalë.
kur është kthy çka ka bë, kur ka hec, kur është në shtëpi, kur mesdita çka ka pushu, masdite çka ka bën, mbrëmje e kështu me radhë. Mësoj ato mirë për vete edhe mbledhi antarët e familjes, hajde t'ju tregoj unë çysh ka qenë një ditë jetës, një ditë e punës e aktivitetit të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pastaj një projekt tjetër të ngjashëm me këto, më thon një ditë në shtëpinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Qysh në shtëpinë me këshyri jetën familjare çka ka pas. E kështu me radhë, domethënë këto gjëra janë të shumta, edhe ka mjaft çka të flitet mirë, po mendoj se fjala më e mirë është ajo e cila është e pakt, por domethënse edhe ne asesi me mangësitë tona edhe me paaftësitë tona nuk kemi mundësi t'ia japim hakun kësaj teme, duke e pas parasysh se jemi duke folur për njeriu më të madh që ka shkel në fytyrën e tokës, për më të zgjedhurin edhe më të dashurin të Allahut Azza wa Jall, e atë ka mundësi ta lavdroj vetëm krijuesi i tij, përndryshe gjuhët tona janë shumë të mangëta në këtë drejtim. T'ju them të drejtën, kam pas dëshirë sonte më fol edhe për një temë tjetër që gjithsesi është aktuale, po ja që koha s'po na premton, a tema është e gjanë, për mos më ulon marak, fjala është për ditën e Shën Valentinit. Ka çka të flitet në këtë temë për arsye se është një festë pagane, të cilën me ignorancë dhe me naivitet të madh pastaj e kanë përvetësuar krishterët, edhe fatkeqësisht me ignorancë hala më të madhe masnej praktikisht po e përvetësojnë edhe shumë musliman. I kisha dëshirë me i fol disa fjalë lidhur me këtë temë, mirë po koha nuk na premton. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na mundsoj që ato që e ndëgjuam edhe e folëm ta pasojmë, edhe të na dhuroj sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Nëse keni ndonjë pyetje, urdhoni. Allah nuk prish punë, nuk pengon, asgjë nuk pengon që ndonjëri prej juve me e marr lapsin edhe me shkruaj diçka për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe me u dërguar mjeteve të informimit që ata me e botu. Mirë, pa jo do të më qenë shumë konstruktive, edhe me qenë e nivelit. Do thonë unë çto, ja u kam thonë edhe duket edhe javën e kaluar e kam përmend, po kam përmend edhe herave tjera. Është mirë me shkruaj për Islam. Me gjetë mënyrën çysh me depërtu deri te mjetet e informimit, posaçërisht te shtypi, me shkru për vlerat e Islamit të senë mirë, po mënyra do të më qenë shumë konstruktive dhe njëkohësisht me qenë i nivelit. Mos me dal ti tash unë, po tham që për vete, po kam entuziazëm, po kam dëshirë mirë, po kaçik nuk kam, edhe me e bën një shkrim, një shkaravin, ata më nxespresin me e botu për çka? Për me thonë çe muslimanët sa janë gjendje me mbrojt vlerat e tyre. Çe muslimanët sa din me mbrojt pejgamberin e tyre. E kështu që me qenë që dikush ka aftësi për gjëra të tilla, s'ka dyshim se është mirë të bëhet. Do thonë elhamdulillah, fronti është i hapun, edhe me gjëra të tilla ne kemi mundësi, do thonë ti promovojmë vlerat e Islamit. Do të më shfrytëzoj rastin pavarësisht se mund të shkrimi mos me qenë për vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se ne edhe një gjë do me e ditë. Allah Azza wa Jalla ka marrë përsipër me mbrojt atë për zgjallje edhe për zvdekti. Mirë, po ne kemi mundësi që me aktivitetin tonë dhe me angazhimin tonë me e bën ndonjë të mirë për veten tonë, ndonjë të mirë e cila do të na xhindet në ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Andaj çka do të një konsultim. Ai shkon se tash ata njerëz që të kërkon mungojnë shumë, por ata na përdojnë për shkak me nuk jem kompetent për shembull shumë qoftë hadithe ose sa të tjerë. Mirë, po deshna me të konsultu për shembull çka thojnë tjerë, ka shumë fjalë meradie, domethënë për qoftë filozof, qoftë shkencëtar, qoftë njerëz që kanë qenë vetë në shtetet arabe, domethënë që kanë folur shumë mirë, ose orientalistë që kanë folur shumë mirë për pejgamberin e sa. A kishin shumë këto domethënë me një për shembull një artikull unë mendoj që bën me u shërby me ato që kanë thonë ata. Bën me u shërby ku e kanë folë të vërtetën edhe ku ja kanë qëllu. Mirë, po mos me qenë teksti kreti i huazum. Me lone do t'jen do një gjurëm aty. A keni tjera pyetje? Thot, a na u lejohet falmi në një ambient ku ka meshkuj me të cilët na lejohet martesa? Po, lejohet. Do thonë edhe prezenca e meshkujve të huaj nuk është pengesë që mos me u fal në atë vend, nga se gratë në kohën e Resulullah sallallahu alajhi wasallam janë falë në xhami, edhe aty ka pas plot mashkuj me të cilët e kanë pas lejuar me u martu,
edhe kështu ndodh në xhamia në përgjithësi, andaj mbas saj lejohet edhe dikun tjetër, por normalisht janë kushtet edhe dispozitat se çysh duhet me qenë, domethënë mos me qenë ai lejimi bash ashtu i gjan edhe elastik që mos me ardhë deri te keqpërdorimi i tij normalisht. Thot kur të përmendet emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të çojmë salavate për te, por kur në mesin tonë përmend dikush Allahun, a jemi të obliguar që të themi edhe ne xheleshanu apo diç tjetër? Jo. Nga se Allah azza wa jall nuk na ka obligu me një gjatë këtill. Do thon kur ta përmendim ne vet Allahun, është mirë me thon i madhruar ose xheleshanuhu ose xhelle wa taala ose çdo diçka, është ai respekt në mirë, po se kemi obligim. Atë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allah na ka bë obligim. Edhe kjo është prej argumenteve se sa lart e ka ngrit pozitën edhe autoritetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, vetë krijuesi i tij Allahu azza wa jall. A duhet të kompenzohet namazi i vitrit nëse na mbetet pa u falur pas që ka kaluar koha e tij? Nëse është koha sapo ka hy koha e sabahut, sapo ka hy, domethënë me njerë në çato momentet e para, edhe ti çatëri zgju, ke pas për qëllim me u zgju më herët, po çes ka dalë xhumi, në çat moment e fal vitrin mas pare, e pastaj fillon me e fal sunetin e sabahut edhe sabahun për arsye se koha është mjaft e gjanë edhe premton. Nëse veç ka hy koha e sabahut edhe ka kalu, pezom kanë kalu 20 minuta gjysore, atëherë vitri më veç na ka kalu. Në këtë rast, domethënë sipas disa dietarëve kompenzohet në kohë të paraditës, mirë, por nuk falet me numër tek të recateve, po falet me numër çift, e Allah e di më së miri. Thot, a ka mundësi në ligjëratat vijuese të trajtohet tema për në dashuria e pejgamberit ndaj Allahut xhaleshanu, mëshira e Allahut ndaj robërve, mëshira e njerëzve mes vetë dhe mëshira e të dërguarit ndaj njerëzve. Allahu shpërbleft, propozimet janë shumë të mira dhe shumë me vend. Inshallah Allahu na jep mundësi, do të thonë me i trajtu këto tema, pse jo? Do të thonë kjo është një temë që kanë propozime me vend edhe të mira dhe kanë nevojë me u trajtu. Pra po them inshallah Allah azza wa jalla na jep mundësi. A keni edhe ndonjë pyetje? Po. Për shembull, nëse jeni person, i cili ka shkruar për shembull, qoftë ai shifol ose se ka shkruar çka? Kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fjalë më të rënda, kupton? Cili është obligimi jon ndaj atij? Çfarë si duhet të sillemi me ata, të flasim, mos flasim kur njerëz. Cilat do të jenë raportet tona me atë? Vllau pyet nëse e njeh një njeri i cili ka shkruar kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë trajtimi duhet t'i bëjmë atij? S'ka dyshim se unë e kam përmend, nëse ju kujtohet edhe javën e kaluar, ofendimi i pejgamberit alayhis salam është krim shumë i madh. Edhe është krim që juristët kur e kanë trajtuar këtë mëkat, këtë gjuna, kanë thonë se disa prej tyre, s'është patjetër me kon çndrim i sakt, mirë po për ilustrim po e sjelli, kanë thonë se edhe nëse pendohet si pranohet pendimi, edhe nëse bëhet musliman si pranohet Islami e kështu me radhë. Unë nuk kisha thonë Allah alem se Allah azza wa jall përderisa e fal shirkun me pendim i fal edhe këto. Mirë po, ai person nëse është i ktill edhe është këmbgulës në ato çka ka bëj, duhet të bojkotohet. Duhet me bojkotu, do të thonë me izolu tansisht. As mos me fol me te, as edhe nëse e kemi të afërt familjes, do të thonë duhet me shkput raport se nëse për çeta nuk ndahemi ne prej njerëzve, atëherë nuk ka ndonjë parim, ndonjë aksion për cilën na duhet të ndahemi prej njerëzve. Apo kupton? Do të thonë nëse për çto sakrifikojmë krejt, atëherë për çka më ka më na mbet na me ujë dhnu me dikant. A kena për obligim në shkumja sqarove edhe një herë? Nëse ta mërmendja se sqarimi bën dobi, atëherë bën mirë, po nëse është as i inaxhie ka mungolës, atëherë mendoj se ke obligim. Varet për situatën. Pyetja shumë e vend. Vllau pyet për ajetin 217 të surës Al-Baqara, në cilën Allah azza wa jalla thotë: "Wa yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi, qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allahi wal fitnatu akbaru min al-qatl." Të pyesim se shkaku i zbritjes së këtij ajeti është se disa muslimanë, do shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë dalë në një lloj vëzhgimi ushtarak. Edhe e kanë takuar një karavan të kurejshitëve. Mirë po ka qenë diskutabile a është dita e fundit e mujit që po kalon, apo është dita e parë e mujit vijues. Edhe ata e kanë bërë një farë ijtihad edhe e kanë sulmuar atë karavan. Mirë po, problemi është se muji që po kalon ka qenë prej mujve në cilët ka qenë ndaluar me lufta, s'ka bë me luftu.
A sikur të kishte nishi i mujit tjetër, ka bë me luftua ata, aq se ndoshta është nishi edhe e kanë bë atë punë. Ka pas të vrama aty e sende. Nëse atëherë mushrikët kanë filluar me fol propagandë kundër islamit edhe muslimanëve. Çore ju po promovoni vlera, po thoni kështu, a po luftoni në mujt shejt. Do thonë, çfarë është çu pluhun i madh, çfarë propagandë e madhe, saqë Allah azza ka zbrit ajet. Ka dalë në njerëz, është e vërtetë që gabim është me luftuar mujt shejt. Mirë, po nuk u bë kiameti për arsye se ju bani vepra shumë më të rënda se ajo, edhe po i harroni ato të jujat. E ka zbrit shpia ajet në cilin Allah azza wa po i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të pyesin ty për muajt e shejt, luftën në ata muaj, thuaj, të luftosh në ata muaj vërtet është vepër e rëndë. Mirë po. Të mohosh Allahun, të pengosh njerëzit nga shtëpia e shejt, nga çapja, ti do bosh madje ata prej aty, është shumë më e rëndë se sa çajo që kanë bërë ata njerëz. Bile wal fitnatu akbaru min al qatl, që është përkthy aty provokimi, anë të vërtet kjo është fitne, e cila nuk kupton provokimin me qëllim të luhatjes së besimtarëve nga feja. Apo kupton? Thonë që kjo fitne e përdorën në ajet e ka kuptimin e torturave, persekutimeve, mundimeve që ja kanë shkaktu mushrikët muslimanëve veç për me elon fen. E ka thonë që kjo është shumë më e rëndë se sa me mbyt një njeri. Nga se nëse e mbyt me të drejtë apo pa të drejtë, ai e ka atë përfundimin. Mirë, por nëse e largon një njeri prej feje, i ke bën një dëm shumë të madh. Edhe që kjo është domethënë qëllimi i kësaj. Ndërsa në kuptimin e përgjithshëm s'ka dyshim se fitnet edhe provokimet që bëhen në fe për të largu njerëzit prej feje janë shumë më të rënda se sa vrasja, a vrasja dihet se në Islam është krim shumë i rëndë. Do thënë Allah azza wa jall ka dashur për kur don me tregu shëmtin e një krimi, tregon në mënyrë krahasore, edhe kur është krimi shumë i rëndë, e përdor një krim shumë të rëndë për me krahasu se ai është akoma më i rëndë. Për shembull, një rast tjetër po e përmendë. Një hadith thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, me bë njeriu zina me 10 femra është më lehtë për ta se sa me bë zina me gruan e fëmijës të tij. Me bë zina kurse si nuk është lehtë, gjithsesi është krim, është vepër e rëndë, është mëkat. Mirë po, në këtë rast, përderisa është fjala për gruan e fëmijës e koqishis, i cili koqishin e konsideron si njeri të besueshëm, si njeri në besë, kështu me radhë, hyn e del anë kënej, do thonë me e trajtu në këtë rast është shumë më e rëndë se sa. Pra po them kjo është vetëm mënyrë krahasore se nuk do të më u kuptu bukfalisht. Edhe në rastin e el fitnatu akbaru min al qatl, do thonë është kështu, provokimi bëhet më i rëndë se sa vrasja kur ai provokim ndikon që njerëzit të destabilizohen, të largohen prej fesë kështu me radhë. Në rast sikur muslimani ta llogaritet provokim për shembull, supozoj ja kish një hujë apo diçka tjetër. Po llogaritet nga si provokim. Pjesërisht, s'kisha thonë që në këtë rast është më i rëndë se vrasja për arsye se me ta kesh dikush hoxhën nuk bëhet nami. Me ta kesh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është e madhe për arsye se ai është i mbrojtur prej gjunave, pa tmeta, pa sene, çashtu që ka kriju Allah azza wa jall. Dorsa me na kesh dikush, për shembull mu konkretisht unë e di që unë di për vetë gjunave tmeta, ala më shumë se ai që më kesh. Kështu që nuk duhet na me u fanatizu për persona. Fanatizmi jo, nëse bën me i thon fanatizëm. Duhet me qenë veç për të vërtetën. E ke gjetë vërtetën kapu për to me fanatizëm, mos e lësha. Ama pse ta lëshon filoni, molla filoni ose molla fistekun, mos u bën të shumë marak se nëse na jemi të mirë edhe si meritojmë ato shamje, Allah azza wa jall na shpërblen. Apo kupton? Nëse i meritojmë, apet s'do të më na i thon, po dikush e thon. Allah mos ta.